Fatima Shahid, avokatja e Prince Harryt, është avokate e njohur britanike, një nga figurat më të shquara në fushën e të drejtave të njerëzit dhe ligjit ndërkombëtar, dhe njëherët konsiderohet si avokatja e parë me hijab në gjykatat më të larta të Londrës. Ajo është avokatja e Prince Harryt, e cila ka përfaqësuar atë në një seri procesesh gjyqësore. Gjatë këtij muaji, Fatima përfaqësoi princin në gjykatën e apelit në Londër, ku ai po kërkon që të fitojë mbrojtje policore nga shteti, sa herë që ai dhe familja e tij e vizitojnë Mbretërinë e Bashkuar. Fatima gjithashtu është edhe anëtare e Chambers Blackstone në Londër dhe gjithashtu ka qenë edhe këshilltare e mbretëreshës, kurse në vitin 2016 ajo u emërua King's Counsel, një titull prestigjioz që u jepet avokatëve me përvojë dhe merita të jashtëzakonshme. Ajo ka studiuar në Universitetin Glasgow, në Universitetin e Oxfordit dhe gjithashtu edhe në Universitetin e Harvardit. Ajo është vlerësuar për integritetin, aftësitë retorike dhe ekspertizën në çështje të ndërlikuara ndërkombëtare dhe kushtetuese. Në lidhje me mbulesën, ajo në një intervistë për gazetën The Independent është shprehur: "Për mua mbulesa nuk ka qenë kur një pengesë, por një pjesë e identitetit tim profesional dhe personal. Është e rëndësishme që gratë muslimane të shohin veten të përfaqësuara në të gjitha nivelet të shoqërisë. Ajo ka përfaqësuar shumë shtete dhe qeveri, organizata ndërkombëtare, individ dhe korporata. Ndër raste ndërkombëtare me rëndësi ka qenë puna e saj si eksperte ligjore për Kombet e Bashkuara në çështjet që lidhen me të drejtat e njerëzit dhe fëmijëve, të drejtën humanitare dhe ligjin ndërkombëtar publik. Gjithashtu, klienti i saj më parshëm ka qenë edhe ish-pronari i Sports Direct, Mike Ashley, të cilën ajo e përfaqësonte kur ai ishte në krye të klubit të futbollit Newcastle United në mosmarrëveshje me Premier League-ën. Fatima Shahid nuk është thjesht një avokate me mbulesë, ajo është dëshmia se përkushtimi, dituria dhe dinjiteti nuk kanë pengesa as në sallat më të larta të drejtësisë.